Bashkia Shkodër edhe një herë reafirmon angazhimin e saj për të ofruar të drejtat barabarta, gjithëpërfshirje sociale për të gjithë qytetarët e saj. Sot është një ditë e cila na bën të reflektojmë jo vetëm mbi sfidat, por dhe mbi potencialin dhe aftësitë që personat me aftësi të kufizuar kanë për të kontribuar në komunitetin tonë. Bashkia Shkodër ka organizuar një javë të mbushur me aktivitete, të cilat do të jenë edhe në institucionet publike dhe në institucionet private, të cilat shtrihen në territorin e Bashkisë Shkodër dhe japin shërbime për personat me aftësi të kufizuar. Një javë e mbushur me aktivitete ndërgjegjësuese, kulturore, sociale, sportive, fushata ndërgjegjësimit që të rrisin gjithëpërfshirjen në shoqëri. Një ditë të gjithë duhet të reflektojmë dhe të kontribuojmë dhe të jemi sa më afër personave me aftësi të kufizuar. Bashkia Shkodër do punojë çdo ditë për të rritur aksesueshmërinë, për të rritur mundësitë që këto njerëz të trajtohen të barabartë si gjithë të tjerët, që askush të mos mbetet pas.